Ja, krijon matematika të zorshme. Po këtu një matematik kogja e mirë që ka dalë është që ai votuesi mesatar, do më thonë që bën diferencime edhe që mbështet jo blanko, ai ka ardhur në shprehje prap, do më thonë që edhe pse për nivelin demokratik ose për demokracinë ndoshta nuk është hije e mirë kjo që nuk ka ndalë një numër i madh, kogja i madh i votuesve, mirë po në aspektin e vedijes politike, do më thonë ata janë mësë të vedishëm që më thonë e kanë refuzu një program, një alternativ që kanë ofru, ose një kauzë politike që i ka prodhu këtë zgjedhje. Unë mendoj që kjo është një aspekt i mirë që ka ndodhë, ndoshta nuk është ndonjë analizë ma e detajume se çka i ka shty shumë, do më thonë me drejt vote mos me votu, po mendoj që nëse i shet i zgjedhjet paraprake, e shet prej 2021 që ka qenë një farë piku i daljes votime, edhe e shet që pas 5 viteve, do më thonë, e kemi një dalje shumë të ullët, e vrenë që problemi nuk është tek votust. Ata janë gatshëm me votu nëse kanë diçka që ja vlen, do më thonë, për demokracinë ose për jetën politike në përgjithësi. A ka fitues në këto zgjedhje?